Një aksident i rëndë dhe tragjik trafiku ka ndodhur ditën e sotme në qytetin Puraçi të Banja Lukës, në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku kanë humbur jetën 3 persona të së njëjtës familje. Viktimat janë deputeti i Kuvendit Nacional të Bosnjë dhe Hercegovinës, Srdjan Todorović, bashkëshortja e tij dhe fëmia e tyre i mitur. Lajmin e kanë konfirmuar zyrtarisht autoritetet policore të Banja Lukës, ndërsa raportimet e para erdhën nga media lokale bosnjake. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 12:50 në rrugën Doboj Banja Luk, në afërsitë të autostradës 9 janari, një nga akset kryesore në këtë rajon. Sipas të dhënave paraprake, tragjedia ndodhi si pasojë e një përplasjeje të fuqishme ndërmjet një makine pasagjerësh të tipit Volvo, e cila drejtohej nga vetë deputeti Todorović, dhe një kamioni me rimorkjo i ndalur në rrugë. Sipas informacioneve jo zyrtare, kamioni në fjalë ishte ndalur për shkak të një aksidenti tjetër që kishte ndodhur më herët në të njëjtin segment rrugor, ku ishte përfshirë në një përplasje me një automjet tjetër. Përpasoj, si kamioni ashtu edhe makina tjetër ishin ndalur në mes të rrugës. Pikërisht në këtë moment ka ndodhur edhe aksidenti fatal, pasi automjeti i familjes Todorović ka ardhur me shpejtësi të lartë dhe është përplasur direkt me pjesën e pasme të rimorkjës së kamionit të ndaluar. Goditja ka qenë fatale për deputetin, gruan dhe fëmijën e tyre të mitur, të cilët kanë ndërruar jetë në vend ngjarje për shkak të plagëve të rënda që kanë pësuar. Ndërkohë, 2 personat e tjerë që ndodheshin në njëra nga makinat e përfshira në aksidentin paraprak kanë pësuar lëndime dhe janë dërguar me urgjencë në qendrën klinike universitare të Republikës Srpska në Banja Luk. Gjendja e tyre shëndetësore nuk është bërë ende e ditur nga mjekët. Policia ka dalë menjëherë në vend ngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave që çuan në këtë tragjedi të rëndë. Autoritetet po analizojnë pamjet nga kamerat e sigurisë të rrugës dhe kanë sekuestruar mjetet e përfshira për të kryer ekspertizat e nevojshme teknike. Vdekja e deputetit Srdjan Todorović ka tronditur opinionin publik në Bosnjë Hercegovinë, ku ai njihet si një figurë e respektuar në skenën politike. Reagimet të shumta kanë ardhur nga kolegët e tij politik, përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe qytetarë të thjeshtë, të cilët kanë shprehur ngushëllimet për humbjen tragjike të familjes Todorović.